Lokaliteti antik i Dresnikut, një nga vendbanimet më të rëndësishme historike dhe kulturore, jo vetëm për qytetin ton, po për të gjithë vendin, është në rrezik të shkatrimit për shkak të mungesës së masave mbrojtëse. Ky lokalitet nuk është i rrethuar dhe nuk mbrohet nga asnjë institucion apo autoritet. Si pasojë, ai rrezikohet nga njerëz të papërgjegjshëm, nga kafshët që hyjnë për kullotje, nga kushtet atmosferike si bura, shiv dhe era, si dhe nga vjedhjet. Për me tepër lokaliteti nuk është i monitoruar me kamera sigurie, edhe pse një kamerë kushton vetëm 20 euro. Me gjithë kostin e ulët, ende nuk është ndërmarrë asnjë nismë për të siguruar këtë vend të rëndësishëm historik. Gjatë monitorimit tonë në këtë lokalitet, kemi venëre shumë probleme që nuk është dashur kurrë që t'i shohim. Këtu shohim gurë të rënë nga muret, të shkaktuara ose nga lagështia ose nga ndërhyra njerëzore. Këtu kemi shenja të ndezjes së zjarrit dhe mbeturina ushqimore që tregojnë se ky vend është përdorur për ndonjë festë nga qytetarë të papërgjegjshëm, duke dëmtuar kështu gjurmët antike. Këtu shohim disa gropa të hapur nga Instituti Arkeologjik i Kosovës, por të dëmtuara nga rreshtet e shiv dhe borës, duke shkaktuar kështu rrëshqitje të dhëvt dhe mbulim të tyre me barë. Këta gurë të murit antik këtu rrezikohen nga vjedhje, pasi nuk ka mbikëqyrje apo ma sigurie. Barakat që shohim këtu janë të vendosura vite më parë nga Ministria e Kulturës, së Rinisë dhe Sportit të Kosovës dhe Institutit Arkeologjik të Kosovës, të cilat tani janë në gjendje të mirueshme. Ato janë vetmja shenjë që dëshmon se ky vend ka vlerë arkeologjike. Mbeturinat e shumta që dërgojnë për neglizhencën e madhe ndaj këtij lokaliteti. To shohim kabllot e internetit, por mungesë të kamerave të sigurisë, të cilat do të ishin një mjet i domosdoshëm për monitorimin e këtij vendi me rëndësi kombëtare. Këtu shohim një dëmtim të mureve nga shiv, me gurë që kanë filluar të dalin nga vendi, saqë mund të shkëputen lehtësisht me dorë. Nëse nuk merren masa urgjente për mbrojtjen e këtij lokaliteti, qoftë nga komuna apo nga qeveria e Kosovës, është i sigurt se shumë shpejt ky vend do të shkatërrohet plotësisht. Është koha për të vepruar para se të jetë e përvonë.